Diku rreth orës 21:12 minuta mbrëmë është kapluar nga zjarri një shtëpi në rrugën Lidhja Prizrenit në Gjakov. Me të kuptuar rastin, policia së bashku me zjarrfikësit dhe ekipin mjekësor menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes. Zjarri kishte marrë për masa të mëdha dhe rrezikonte edhe shtëpi të tjera. Policia së bashku me zjarrfikësit u kanë dhënë ndihmën personave të lënduar, njëkohësisht kanë bërë evakuimin e banorëve të shtëpive përreth. Operacioni ka filluar në orën 9:15 minuta deri në mëngjes në orën 9. Kështu që kanë 12 orë kemi luftuar me zjarrin, e kemi izoluar, e kemi harruar. Shkaktori është supozohet që është ka bola e gazit, që është për keqardhje. Gjatë inspektimit edhe pas që patëm zjarrin në kontroll, pas vendit në kontroll, është pasur në çdo dhomë kishte pas bombola për ngrohje. Kemë reaguar shumë furishëm. Për që edhe njëherë vetëm me ti përgëzoj edhe ti lavdoj punëtorët e mi, zjarrfikësat që e meritojnë. Kanë bërë një punë të përkollueshme. Mjekët thanë se njëri nga personat e lënduar është edhe kryefamiljari Skender Hoti, I cili për shkak të shkallës së lartë të djegjes është transferuar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ndërsa të lënduarit tjerë kanë pësuar lëndime sipërfaqësore dhe janë trajtuar në emergjencën e Spitalit Arenal Isa Greza në Gjakov. Po mbrëm domethënë rreth orës 10:30 në emergjencë janë paraqit 3 familjarë, të cilët kanë pësuar nga djegja e shtëpisë. Anëtarët e familjes ka pësuar djegje pak me sipërfaqe më të madhe, të cilin detyruar ta hospitalizojmë domethënë në qendrën klinike universitare për shkak lëndimeve të mëdha që ka marrë, djegje shkallës 2, kryesisht 80% masës trupore, ndërsa 2 anëtarë tjerë të familjes kanë pasur lëndime pak më të lehta, djegje dhe një laceracion, cilët pastaj lëshuar në shtëpi. Po 2 anëtarë zjarrfikësat që gjatë ofrimit ndihmës kanë qenë të ekspozuar ndaj monoksidit karbonit, ata janë hospitalizuar në repartin e internës. Gjendja e tyre është më e mirë, besoj që do të kalojë mjaft mirë. Njëri nga zjarrfikësit gjatë intervenimit për shuarjen e zjarrit është alivanosur nga tymi në balkonin në katit të dytë të shtëpisë, por I njëjti është tërhequr me ndihmën e zyrtarëve policor. Që është intervenu shumë, unë për veti personalisht shumë kapasitet të madh, s'ku mujt më rezistu dhe jam helmu. Por njëjtën probleme ka pas edhe kolega Fatmir Pytyçi, por me mundësi tona e kem shu zjarrin atë mundësi që kem pas. Në këtë rast drejtoria arenale e policisë në Gjakov falendron zjarrfikësit të Gjakovës, ekipin mjekësor si dhe qytetarë që kontribuan në lokalizimin e zjarrit dhe ndihmën ndaj të lënduarve. Dyshohet se deri tek zjarri erdhi nga shpërthimi një bombole të gazit, kur rasti po hetohet nga policia e stacionit policor në Gjakov.